أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم وبعد. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanuhu, salavatet, salamet për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjen, shokët e tij, si dhe gjithë besimtarët e besimtarët që kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij të pastër deri ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, fillimisht ju përshëndes me selam aleikum, paqja, mirësitë e Allahut Gjelle Shanu qofshin mbi ju. Lutim Allahun Gjelle Shanu që fillimisht ai të jetë I kënaqur dhe razi me ibadetet tona në përgjithësi me agjërimin në veçantë. Inshallah çdo adhurim I juaj është I pranuar tek Allahu I plotfuqishëm. Padyshim se muaji I Ramazanit përveç se është muaji I ibadetit, është muaji I adhurimit, është muaji I pastrimit prej mëkateve, ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhis salam. Në këtë muaj është një ndodhi që ka ndodhur, pra gjithë e dim dhe e dini, por ashtu siç na ka treguar Allahu Gjelle Shanu në Kur'an se është mirë ndonjëherë besimtarë muslimanëve disa sende të përkujtohen, fadhakir fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin, pra Allahu thotë përkujtoje besimtarëve për arsye se u bën dobi, pra kanë fjalën për betejën e Bedrit. Është ngjarje, është ndodhi, pra nuk është vetëm tregim. Pra është ngjarje, ndodhi që ka ndodhur dhe që për këtë ngjarje edhe vetë Kur'ani famëlar flet edhe shumë hadithe të pejgamberit alayhis salam dhe vetë historia islame e regjistron si ndodhi e cila ka ndodhur në vitin 624 të muajit Ramazan, ditën e 17, pra është një betejë që muslimanët triumfuan, dolën triumfues karshi pra kundrejt mushrikëve të Mekës. Për këtë betejë të flitet, pra nëse zgjerohemi do të marr shumë kohë, unë do të mundohem vetëm në pika të shkurta të flas mbi atë se çfarë mesazhe sjell betejë e Bedrit dhe disa urtësi të saj. Fillimisht pra duhet të tregohet qëllimi I luftës së Bedrit. Vlen se këtë rasti kur Ebu Gjehli, pra njëri nga parit e Mekës, kur pra kemi tash parasysh se ushtria muslimane është në Bedër, kemi parasysh faktin se ishin numër shumë të vogël, se ashtu si është në histori islame, 313 musliman me 1000 e tepër mushrik. Ebu Gjehli thuhet se e shoi një nga beduinët, një nga ushtarët e tij, që ta shef numrin e muslimanëve dhe kur shkoi beduini dhe pa se muslimanët në numër ishin shumë pak dhe kur I shkoi lajmi Ebu Gjehlit se muslimanët janë në numër shumë të vogël, Ebu Gjehli u gëzu, pra dhe me këtë I inkurajoi ushtrin e tij që të luftojnë kundër muslimanëve, megjithatë beduini ushtari I tij I aboni me di dhe I tha, ja Aba Gjehel, edhe pse janë në numër të vogël, unë u këshilloj. Prej meje tha, pra keni një këshill, që mos shkoni të luftoni, ktheuni mbrapa, pra arsye se unë në sytë e tyre pash vetëm vdekje. Pra në sytë e tyre pash vdekje, që të ndodhot muslimanët në Bedër kishin dalë me vdekje. Të një mu këthi gjallë në shtëpi, që të regon thjesht se qëllimi I tyre ishte të fiton vetëm islamin, nuk I kishin dert jetën e tyre. Para parë është qëllimi I muslimanëve ishte triumfimi apo të fitojnë kundër mushrikëve të Mekës dhe nuk kishin dert, nuk ishte gajle për atë se do të jesin gjallë apo jo. Mesazhi I që vjen nga kjo betejë është konsultimi mes vetit. Në këtë betejë vlen të cekit, sepse është shumë e njohur si ngjarje, si ndodhi, si rast I
Habab ibn Mundhir radhiyallahu ta'ala anhu, një sahabi pejgamberit alayhis salam, I cili kur e pa se si Muhamedi alayhis salam rreshtoi ushtrinë e tij dhe vendoi në pozita të ndryshme, në këtë rast Hababi radhiyallahu ta'ala anhu I tha: "Ja Rasulullah, në këtë vend, në këto pozita ku jemi ne, është shpallja nga Allahu xhaleshanu apo kështu na ke radhit ti sipas mendimit tënd?" Këtë rast Muhamedi alayhis salam I tha: "Ja Habab, kjo është mendimi im." Atëherë Hababi tha: "Ja Rasulullah, unë tha kam një mendim të ndryshe, unë tha propozoj që ne si ushtri të rrethohemi afër puseve të Bedrit, pra të kemi në kontroll ujin, kështu që kur ta shpërsohet lufta, betejë, ne pra kemi ujë, mushrikët nuk kanë ujë." Këtë rast më thonë I pëlqeu ky propozim I Hababit Muhamedit alayhis salam dhe që e pranoi. Pra edhe pse ishte pejgamber, ka mund të thotë Hababit kjo është mendimi im, unë jam pejgamber, kush që ti më tregu si me radhit ushtrinë, megjithatë jo. Edhe pse ishte pejgamber e pranoi propozimin e Hababit, edhe pse ishte thjesht një sahabi, themi. Urtësia e tretë që vjen nga betejë e Bedrit është kualiteti dhe kuantiteti. Pra sipas asaj që tregohet nëpër histori, pra librat e historisë, muslimanët në këtë betejë ishin vetëm 313 apo 14 ushtar, themi, ndërsa ushtria me kase, pra mushrikët në krye me Ebu Gjehlin, Ebu Lehebin e kështu me radhë, Ebu Sufjanin, ata ishin në numër afërsisht 1000 e tepër. Pra edhe pse numri I tyre ishte I vogël, 300, më thonë 3 fish, themi më shumë ishin mushrik, megjithatë kualiteti I muslimanëve ishte aq I fuqishëm sa që kuantiteti I mushrikëve bie poshtë. Vlen të thekët se ndihma e muslimanëve erdhi sigurisht me ndihmën e Allah, fitoria e muslimanëve erdhi me ndihmën e Allahu xhaleshanu, ku Allahu tha në Kur'an, ajetin që se kanë në fillim, kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Sa grupa të vogla, sa qeta të vogla fituar me ndihmën e Allahu xhaleshanu, dhe sigurisht se Allahu xhaleshanu është me durimtarët. Pika e parafundit, Bedri simbolizon fitore. Bedri është krenari për muslimanët. Bedri ashtu siç quhet edhe Kurani se Yawmul Furqan, pra betejë që tregon dallimin të vërtetës nga e pavërteta, Islamit prej shirkut, muslimanit nga jo muslimanët. Bedri me një fjalë është thjesht krenari për muslimanët për arsye se triumfuan muslimanët në numër shumë të vogël karshi mushrikëve që ishin në numër 3 fish më të madh. Dhe se bereket asaj si mesazh fundit në lidhje me Bedrin, Bedr për ne është sot të luftojmë kundër veseve të këqija. Bedr për neve është sot të luftojmë të keqen, asa ne kemi mundësi. Ashtu siç tha Muhamedi alayhis salam, afdalul jihad e yujahid al-insan nafsuhu wa hawahu. Jihadi më I mirë, më afdal, më I vlefshëm është kur njeriu lufton hepshin e tij, pra qefet e tij, kënaqësitë e tij, thjesht me një fjalë më thon lufton kundër shejtanit, kundër iblisit. Bedër sot për neve është thjesht të luftojmë, të mundohemi të drejtojmë njerëzit ka e mira, dhe thjesht kur e mendojmë vetëm fjalën Bedër, më thonë triumfim, dallimi I të vërtetës nga e kota, thjesht fitim I muslimanëve në çdo aspekt, edhe për neve si mesazh vjen sot kemi për shembull kemi konkret Gazën, pra sot në Palestinë, shfrytëzoj rastin të lutem Allahun xhaleshanu për hir këtij muaji të bekuar, Allahu e çliroft Gazën, Palestinën në përgjithësi nga ndora e sionistëve. Për neve sot Bedër duhet jetë, më thonë, thjesht shembull konkret është Gaza, më thonë Palestina. Që të luftojmë kundër të keqes, të luftojmë të këqijt dhe thjesht jemi nga ato triumfator ashtu siç thotë Muhamedi alayhis salam. Dhe për fund si këshill në lidhje me këtë shkallëtha deri tani, si këshill në këtë muaj të bekuar, e kisha të thëmë besimtarëve dhe besimtarëve ta pastrojmë niyetin. Pra pastrojmë niyetin për arsye se Allahu xhaleshanu, ashtu siç thuhet, Allahu xhaleshanu nuk na shef nga jashtë, nuk na shef nga lart, por na shef nga brenda. Pra pastrojmë niyetin, Allahu xhaleshanu e shef dhe e din se çka ke ti për qëllim. Edhe një herë ju faleminderit, Allahu ju nderoft, Allahu pranoft çdo ibadet që bëjnë në këtë muaj të bekuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.